Ky nuk është një projekt kamerash. Nuk është asnjë projekt mbikëqyrje me kamera dhe mbikëqyrje e trupave të policisë përmes leximit të kameras kur del nevoja. Ky është një projekt që në sekondën kur fillon dhe vihet në jetë rrit në mënyrë eksponenciale kapacitetin policor në kohë reale. Ky është një projekt që i jep policisë shtetit një sy magjik për të parë në kohë reale të gjithë territorin e interesit. Është një projekt që ndihmon në mënyrë të paimagjinueshme deri jo shumë vite më parë për të pasur një krye inspektor të territorit që i ka syt gjithandej. Kur flitet për identifikimin në kohë reale të shkelësit, nuk flitet për një identifikim që vjen si rezultat i syve të punojësit policisë që ndjek ekranin. Po flitet për një identifikim në kohë reale nga ky sy magjik, i cili e sheh, i cili e identifikon, i cili e regjistron, pra e shënon, i vendos një shenjë dhe e sjell para syve të punojësit policisë. Ndërkohë që punojësi i policisë përpara ekranit mund të jetë duke parë trafikun në rrugën e Kavajës, po në atë ekran i shfaqet shkelësi i rregullave të qarkullimit në rrugën Mysymshyri, apo në një rrugë të Kamzës, apo në një rrugë të Durrësit, apo në një rrugë të Beratit e kështu me radhë. Pra, syri i gjithë këtij sistemi është një sy që shikon gjithandej në të njëjtën kohë. Dhe që mbledh në të njëjtën kohë të gjithë informacionin e nevojshëm për të sinjalizuar problemin. Në këtë mënyrë nuk ka nevojë të presim nga postbllogjet e policisë të zbulojnë makinat e paregjistruara. Nuk ka nevojë të presim nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor të Shqipërisë të mbledh taksat e papaguara të drejtuesve të automjeteve. Që në të kundërt mund vazhdojnë të drejtojnë automjetet pa paguar taksat, pa regjistruar makinën, sepse po si kap i syri, nuk i kap i njeriut, nuk i kap dot askush tjetër. Të gjitha këto informacione vinë në kohë reale dhe policia pastaj ndërhyn për të zbatuar ligjin, bazuar në këto informacione. Nuk ka nevojë që dikush të filmoj me kamera një punonjës policie që nuk përmbush standardet e komunikimit të një nxënësi
klasës parë. Sepse në kohë reale, kamera e trupit e një polici që është duke debatuar me një qytetar, sjell debatin në sallë operative. Bëhet e pamundur që kamerat të fiken dhe të ndizen sipas dëshirës. Sepse një kamera e fikur sinjalizohet me njëherë në qendër. Siguria në shkolla ndryshon rrënjësisht. Shembulli i miqve nga Emiratet, të cilët shumë bujarisht na e vënë në dispozicion këtë teknologji që është një teknologji e natyrës strategjike. Është një shembull kuptim plot. Qysh se ky sistem ka hyrë në shkolla, jo vetëm që kanë rënë në mënyrë drastike